Këto janë 6 mënyra se si mi përmbalu kohë të pasigurta. 1. Mos e lejo lajmet të helmojnë mendjen tënde. 2. Përqendrohu tek ata gjëra që ti mundesh mi kontrollu. Ti nuk mundesh mi kontrollu çmimet, ti nuk mundesh mi kontrollu vendimet politike. Ti mundesh me kontrollu ndjenjat dhe mendimet e tua dhe veprat e tua. 3. Lidhuni ose bashkohuni me njerëzit që kanë vlerat dhe mendimet të ngjashëm. 4. Miru ose përfshihu me gjëra që janë më të mëdha se sa ti. Do të thonë me komunitet, me bë mirë në komunitetin juaj, me bë mirë për njerëz tjerë. 5. Ruaje për dëshmërinë tënde shpirtërore, do të thonë ose namazi, ose meditimi, ose me lexu një libër. 6. Kërko udhëzim dhe jo thjesht informacion. Në vend se me pyetje sikur pse po ndodh kjo, pse ndodhi ajo, ma shumë fokusohu te mendimet ose te reflektimet, çfarë mundem unë me mësu prej kësaj.